Mirëmbrëma të nderuar shikues. Si duket, emri Aleancë tingëllon bukur dhe ka peshë, por ja që në praktik nuk po funksionon ngjashëm. Aleanca për shqiptarët, parti politike e cila u nda në 3 pjesë, nuk ishte mësimi mjaftueshëm ose i nevojshëm për AKI-n që mos ta trashëgoj këtë emër Aleancë, apo e përjeton fatin e njëjtë edhe Aleanca Kombëtare për Integrim, sikurse Aleanca për shqiptarët. Çfarë po ndodh me AKI-n, cili është vazhdimi i rrugtimit të këtij koalicioni, i cili vetëse ka filluar të shpërbëhet, dhe cili është vazhdimi i rrugtimit të Bashkimit Demokratik për Integrim, njëra nga partitë më të strukturuara shqiptare në vend. BDI ndodhet përballë një sfide të madhe, një kongresi që nuk do të jetë me gjasë i zakonshëm sikurse kongreset tjera. Kanë paralajmëruar reforma drastike, figura të reja e prurje të reja. Mirë po, deri më 20 dhjetor nuk dihet akoma çfarë konkretisht do të ndodhë në atë kongres. Sot, në selinë e BDI-s, në Reqic, janë mbajtur mbledhje përgatitore për këtë kongres. Për diskutuar për gjitha këto tema, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që sonte këtë bashkëbisedim ta ndajmë me sekretarin organizativ, deputetin dhe ish koordinatorin e grupit parlamentar të AKI-s, zotin Blerim Bexheti. Mirëmbrëma, zoti Bexheti, mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, është kënaqësi që nëpërmjet jush të bashkëbisedojmë dhe të ndajmë opinionet, qëndrimet me ndjekësit e televizionit juaj. Zoti Bexheti e paralajmërova në hyrje që ju po vinin nga Tetova në Shkup për ta realizuar këtë emision tani bërtani, dhe në Tetova ishit për të prezantuar dhe për qenë pjesëmarrës në mbledhjet përgatitore të partisë tuaj për kongresin që do të vijë më 20 dhjetor. Tani zoti Bexheti, nëse mund ta ndani me opinionin dhe me neve se çfarë u diskutua në këtë mbledhje, sepse brenda ditës kanë qarkulluar edhe lajme jo zyrtare se për çfarë po flitet në Reqic të vogël. Për mos cituar lajme të pa verifikuar ose jo zyrtare, ju kemi juve këtu për ta ndarë atë çfarë ka ndodhur sot në këto 2 mbledhje që keni mbajtur në selinë e partisë. Sot në fakt kishim mbledhje të kryesisë të Këshillit Përgjithshëm dhe të Këshillit Përgjithshëm, domethënë janë 2 organe të ndara, të veçanta të bashkimit në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim, ku bisedohet janë mbledhje të zakonshme, po është e vërtet që në funksion të përgatitjes të kongresit radhës Bashkimit Demokratik për Integrim, që do të bëhet më 20 dhjetor të këtij viti. Dhe sigurisht që bën gjitha analizat, kemi grup pune që ka përgatit edhe shqyrtimet të propozimeve të ndryshmeve dhe të nevojave të ndryshimeve statutare, dhe shqyrtohen nga organit, cilët ato ndryshime do duhet t'i paraqiten delegatëve të kongresit që i pranojnë ose jo. Megjithatë, statutin e ndryshon kongresi i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe bën përgatitjet që të del më e mira nga ky kongres. Sigurisht që ne jemi parti politike, ashtu siç e thatë, e vetmja e strukturuar në tërë shtetin, partia më e madhe shqiptare në shtet, dhe kemi përgjegjësinë që t'i prezantojmë në mënyrë të denjë interesat strategjike, ditore dhe zhvillimet të gjitha sferave të jetesës së shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve në këtë shtet. Pasi që, do e ritheksoj, jemi partia më e madhe shqiptare dhe këtë përgjegjësi as nuk i ikim, po as nuk i ikim përgjegjësisë që të jemi në nivelin e duhur të gjitha këtyre detyrave. Përmenda që në mesin e lajmeve që kanë qarkulluar sot kanë qenë që në BDI reformat po fillojnë, Ahmeti dënon humbësit e zgjedhjeve, dënon apo ndëshkon ka pasur tituj të ndryshëm. Në kuptimin e asaj që është diskutuar që sot në selinë e BDI-s është vendosur dhe është marrë madje është diskutuar që 4 nënkryetarët nga zonat e ndryshme, duke filluar nga Arber Ademi nga Kumanova, Bujar Osmani në Shkup, zoti Bajram Rexhepi në Tetove, zonja Arvana Pasholli nga Dibra, do t'japin dorëheqje pa
pas të drejtë të rikandidimit në këtë pozicion pra për nënkryetar partije, mes tjera që janë diskutuar edhe 2 pozicionet e sekretarëve, pra pozicioni juaj si sekretar organizativ dhe pozicioni zotit Faton Ahmeti si sekretari i përgjithshëm, që do t'japin ndërheqje dhe në vend të juajin, pra gjithë këto që i apostrofova, do të vinë figura të reja. Sa qëndron kjo, zoti Bexhiti? E harove edhe një sekretare të partisë, zonjën Arta Bilalli. Ndjesme po, emri i saj nuk ishte i precizuar në këto lajme që kanë qarkulluar brenda ditës. Po, strukturat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Kështu, ky organ nuk vendos se kush do t'jetë në të ardhmen. Po, është e vërtet që ne jemi fitues të zgjedhjeve në rafsh nacional, kurse në rafsh lokal fitues në shumë komuna shqiptare është Kristian Mickovski dhe VMRO DPMN. Nëse merrni dallimin për listat e këshilltarëve, Bashkimi Demokratik për Integrim, Aleanca Kombëtare për Integrim i ka fituar zgjedhjet. Dhe gjithë opinioni është dëshmitar që ne jemi fitues të zgjedhjeve për efektuimin në kryetar të komunave me ndërhyrjen e aparat inxhinjeringut shtetëror me mbështetje shtetërore. Pozicionin e kryetarëve të komunave e ka mundësuar Kristian Mickovski dhe VMRO DPMN-ja, dhe kjo është një vërtet që ja ka dhuruar Vlenit. Tash, a janë kryetar të Kristian Mickovskit, apo të Vlenit, apo i tërë Vleni është i tij, edhe kjo është çështje që diskutohet në kontinuitet që para zgjedhjeve të fundit parlamentare dhe në veçanti edhe pas zgjedhjeve parlamentare. Zoti Ahmeti nuk ka çka dënon askënd për humbje zgjedhjeve, se i ka fituar zgjedhjet, është fitues absolut i zgjedhjeve në rang nacional. Tash besoj që nuk ka nevojë të arri përsëris efektuimin e pozicionit kryetarëve të komunave, u amëndësoj VMRO DPMN, Kristian Mickovski dhe inxhinjeringu shtetëror me policin, me mos respektimin e rregullave, me mos ndjekjen e burimit financiar që në përdorën këto zgjedhje, dhe që sigurisht që edhe ju keni informacion që flitet, përflitet, flasin njerëzit, se gjithë çka kanë qenë vetëm zgjedhje jo, dhe ne të cilët në kontinuitet i kemi denoncuar. Po, është e vërtet që analizohet që të ketë zatën edhe në çdo kongres ka pas ndryshime, pas çdo kongresi edhe në këtë kongres, po analizohen, shqirtohen, gjitha mundësit, ato që janë më të mira, do kisha thënë, prej nxjerrën kuadrët, pasi që Zotë Bexhiti, kur përmendin ndryshimet nga kongreset e kaluara, i bie që edhe në këtë kongres ndryshimet do të jenë në të njëjtën vijë, sepse paraprakisht në kongreset e kaluara ka pas ndryshim në pozicione, po pothuajse figurat ndoshta mos shkojnë në përqindje, po një përqindje e bukur e madhe kanë qenë të njëjtë. Besoj se Bashkimi Demokratik për Integrim, zoti Ahmeti, din të ndëgjojnë zërin e qytetarëve. Si rezultati kësaj, ndër vite kanë fituar zgjedhjet, kanë marrë besimin e shqiptarëve. Dhe në pyetjen tuaj konkrete, tjeri sigurt se zoti Ahmeti dhe strukturat e Bashkimit Demokratik për Integrim pa asnjë hatërmbetje do ta kalojnë këtë proces zgjedhor që të jenë në nivel të zërit të qytetarëve. Dhe gjithsesi se ndryshime kadrovike do të ketë, po do të shqirtohen në këtë kongres jo vetëm ndryshimet kadrovike, po edhe orientimet programore, ndryshimet statutare, kështu me radhë, që të jetë një kongres që do përcakton rikthimin e dinjitetit shqiptarëve, dhe të jeni sigurt se gjithkush do të punon pavarësisht se në çfarë pozicioni do të jetë, do respektohen organet e reja partijake që do të burojnë nga ky kongres dhe pastaj nga Këshilli i Përgjithshëm, pasi që kongresi zgjedh Këshillin e Përgjithshëm dhe zoti Ahmeti ja paraqet Këshillit Përgjithshëm edhe udhëtësinë e re, e cila do të buron nga ky kongres realisht, dhe do të punojnë të gjithë deputetët, strukturat, ish struktura dhe gjithkush, pasi që janë në nivel të një vetdije të lartë kombëtare dhe të detyrës, do kisha thënë, duke i parë gjitha situatat që po ndodhin. Dhe besoj se jo vetëm strukturat, antarësia e Bashkimit Demokratik për Integrim, sidomos pas përfundimit zgjedhjeve lokale, ky shqetësim po ngritet gjithnjë më tepër në shtresat intelektuale dhe gjithë qytetarëve se çka po ndodh me shtetin ton,
dhe me Po, shqiptarët. ne do të diskutojmë edhe për pushtetin aktual, mirë po me gjithatë me që ju veni nga mbledhja cilën e keni mbajtur sot brenda ditës në BDI, Zoti Bexheti është e kuptueshme që tani ju nuk keni diskutuar se sa karrige do të marrin pjesë në kongres. Megjithatë është diskutuar për ecjen dhe plan programin se si do të vijojë ai kongres më 20 dhjetor, sepse është e natyrshme dhe nuk pritet që në moment fundit të vinë prurje të reja apo të vendosë se kush do të vazhdojë ose kush jo. Çfarë konkretisht është diskutuar në mbledhjen e sotshme, cila në fakt ka qenë tema e diskutimit, sepse përgatitja për kongres nuk kanë qenë, besoj, përgatitje teknike apo administrative që duhet mbledhshin e gjithë struktura ose kryesia e partisë. Temat e sotit janë disa, një nga ato janë shqirtimi i propozimeve për ndryshimet në statutin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga kush vinë këto propozime? Jo thash që kemi grup punus që përbëhet nga Arbana Pasholli, Arta Bilali, Diana Toska, Rina Ajdari, dhe Mirsad Sadiku, Valdet Gjaferi, Faton Pollazhani, që janë të zgjedhur nga kryesia e partisë për përgatitjen grup pune, që mund edhe ta udhëheqin kongresin, pasi që këta janë që i kanë përgatit këta ndryshime statutare dhe i kanë lishu tek gjithë antarët e kryesisë, tek kryetarët e degëve, dhe ku tani jemi në fazën e fundit që mund t'japin propozime shtesë, çdo degë, çdo kush. Kemi një proces inkluziv faktikisht për ndryshimet statutare, dhe normalisht pika e dytë se çka pritet pas këtij kongresi, pasi që kjo kryesi ka përgjegjësinë që të rekomandon, pasi që kongresi do të zgjedh, nuk do të zgjedh kjo kryesi, po shoh një klim jashtëzakonisht nga debati me kolegët, jashtëzakonisht kolegiale, një frymë që do i përgjigjet zërit të antarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim, zërit të strukturave të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe zërit të opinionit edhe jashtë strukturave dhe antarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim, kështu që në pyetjen konkrete a do të ketë ndryshime, po do të ketë. Më shkurt, më qartë, më precis, edhe nuk di si t'ua them. Cili është qëndrimi i liderit tuaj, Zotit Ahmeti, në këtë drejtim, në konsultim me grupin punues? Çfarë sugjeron Zoti Ahmeti në fakt? Tash s'di saktë a mund e shprehat që ka ai si qëndrim, pasi që tani është në periudhën ku konsulton, dëgjon të gjitha strukturat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Pra nuk po ndoshkon, po dëgjon Zoti Ahmeti. Miqve të Bashkimit Demokratik për Integrim, faktorit ndërkombëtar, të gjitha shtresave që kanë qenë kyç për arritjet, për sukseset e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe shqiptarëve. Dhe sigurisht që në fund do të del me propozime, gjithësisht atë që ka në vizion kokën e vetë, do të del edhe me fjalimin e tij, e cila do të jetë pjesë programore e Kongresit Bashkimit Demokratik për Integrim, në Kongres do të paraqet tërë vizionin e vetë, dhe normalisht pastaj edhe çështjet kadrovike. Zoti Bexheti, ne pak para përmendëm edhe disa figura tjera politike, disa shokë bashkëpartiaktuit, mirë po me që juve ju kemi këtu, po ju pyesim juve. A keni ambicie për të qenë akoma sekretar organizativ i partisë dhe për të qenë pjesë e kryesisë së BDI-s? Ne të gjithë do të kontribuojmë për më të mirën, pasi që ndjejmë detyrim, ndjejmë obligim, do të kontribuojmë në Bashkimin Demokratik për Integrim, qofshim edhe vetëm antar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Për kolegët që i përmendet, kam respekt jashtëzakonisht të lartë, pasi që kanë kualitete, kanë afinitete, kanë dhënë kontributin e vetë gjithë e tërë kjo kryesi, pasi që i fitoj edhe zgjedhjet parlamentare, edhe këta lokale, si që thamë, kështu që ka ardhur koha që në këtë kongres edhe të ketë, ndoshta për herë të parë në një kongres ku do të ketë ndryshime edhe më të mëdha kadrovike, pasi që për ne janë shumë e rëndësishme edhe orientimet programore, po edhe njerëzit, cilët do të dinë ta realizojnë atë përcaktim programor. A është e rëndësishme, a do të jem unë, apo s'do të jem unë, kjo është më pak e rëndësishme, shumë më pak e rëndësishme.
a do tjetë ndonjërin nga kolegët e mi, as do tjetë, është shumë më pak e rëndësishme, foli për vete, po edhe për disa kolegë tjerë, me cilat edhe ne jemi bashkëpartiak, kemi bashkëbisedu, të gjithë dojnë më të mirën dhe të gjithë janë të vetëdijshëm për situatën në shtet dhe regresin që po ndodh në çdo sferë të jetës. Si të ligjeve që po të angohen, po i cënon interesin e shqiptar, si për ekonominë shqiptare, si për kulturën shqiptare, shëndetësinë e gjithë shka me radhë, që dhe gjithë jemi të vetëdijshëm se nga ky kongres përcaktimi programor që të buron, pasi që programi i BDI-s ky është ne kur garojmë në zgjedhje dhe në kongres fjalimet e kryetarit që i drejtohet kongresit bën pjesë e orientimit programor tonet, programit Bashkimit Demokratik për Integrim do të ketë ndryshime statutare, do të ketë rezoluta, integrimi i vendit është shumë serios, aspekti ekonomik i vendit është shqetësues se si po shkon. Gjitha këto tema trajtohen pasi që keni parasysh, ne nuk jemi vlen. Jemi Bashkimi Demokratik për Integrim që i trajtojmë të gjitha çështjet. Tek ne nuk është me rëndësi kush ku do jetë. Që si rezultati i funksionimit dhe ekzistencës tuaj, pastaj erdhi edhe vleni si oponencë ose kundërshtar tuaj politik. Unë mendoj se buron nga gjitha këto zhvillime që po ndodhin në shtet, po përdëftohet se janë produkti oligarkisë maqedone në mbështetje të VMRO-DPMNE-s dhe satelitëve të tyre që i kanë quajtur vlen. Po, ne do të diskutojmë më vonë për këtë çështje, po ne do të mbesim tek kongresi juaj që do të mbahet më në 20 dhjetor, sepse gjithë vëmendja e opinionit publik mbar vendit është te kongresi juaj dhe që ndryshime që bëritet do të bëhet. Zoti Bexheti ju nuk dha ndonjë përgjigje konkrete dhe precize mbi atë që a keni akoma ambicie për të kandiduar për shenjë pjesë e kryesisë së partisë ose për ta ruajtur pozicionin që e keni sekretar organizativ. Shini, ta dallojmë dhe besoj që jam shumë i qartë. Problemi nuk është, çështja nuk është a kam ambicia apo s'kam. Jo, sepse prej këtu buron pastaj edhe vazhdimësia. Problemi më i vogël është nëse unë nuk jam dhe vjen një brez tjetër që do ushtron edhe më mirë se unë funksionin e sekretarit organizativ. Dhe për këtë jam i sigurt që mund ta kryjnë edhe më mirë, pasi që ata njerëz janë rritë në frymën e veprimit Bashkimit Demokratik për Integrim. Janë rritë dhe janë eduku politikisht në Bashkimin Demokratik për Integrim dhe janë rritë dhe janë eduku në frymën e sukseseve të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe shqiptarëve. Kështu që problem më i vogël është jam apo nuk jam. Nëse është kështu, zoti Bexheti, më 4 nëntor, pra të këtij muajit, ju dha dorëheqje, në fakt edhe pse qarkullon në lajme se u shkarkua dha dorëheqje, kjo është çështje e interpretimi, po me rëndësi është realiteti ky që ju dha dorëheqje, pra nuk e ushtroni më pozitën e koordinatorit grupit parlamentar të Aleancës Kombëtare për Integrim. Edhe atëherë prononcimi edhe i kolegës zëvendës koordinatorit zonës Pashkolli ishte që të hapim rrugën ndryshimeve. Po, mirë, po në praktik me gjas nuk ndodhi kështu. Sepse 15 ditë më vonë, më 19 nëntor të po ati muajt, u mbajt një preskonferencë të cilën e udhëhoqët ju nga foltoria e kuvendit vendit ton, nga ku do thot preskonferenca kishte të bëj me pagën minimale, një çështje politike dhe në prapavit tuajn as nuk ishte koordinatori e grupit parlamentar zonja Rina Ajdari. Dhe në fakt ky moment politik reflektoi që edhe përkundër faktit që zoti Bexheti ka dhënë dorëheqje dhe nuk është më koordinatori, ka lënë hapësirë të rinjeve, kjo më shumë gjallë që po ndodh mbase në letër ose në mënyrë deklarative, sepse në praktik sërish përballë qytetarëve dhe përballë deputetëve, përballë gazetarëve është zoti Bexheti. Zonja Rina Ajdari është koordinatore e re e grupit parlamentar, cila ka mbështetjen e plot të gjithë deputetëve, të gjithë kolegëve, po edhe timi. Ajo është një deputete që pas vetes ka një mandat të kaluar përvojë dhe mandatin aktual, dhe ju nëse besoj se i keni ndjek zhvillimet në parlament, kuadrët grupit tonë parlamentar në kontinuitet deputet të ndryshëm mbajnë preskonferenca. Dhe preskonferenca e tillë ishte një nga ato. Kështu që nuk ka asgjë të keqe dhe do më shihni përsëri
unë kam detyrim, kam obligim, Po, sepse ke mandat, po. si deputet i zgjedhur nga qytetarët, nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim apo Frontit Evropian, kam detyrim që të komunikoj, të jem aktiv edhe në parlament, po edhe me preskonferenca, po edhe me qëndrime publike, kështu që unë nuk shoh diçka kontestuese në ushtrimin e funksionit të kolegës Hajdari. Jo, nuk është kontestuese, mirë, po megjithatë nuk shihet zona Hajdari askund nga ky pozicion. Bajti pres për çështje shumë të rëndësishme për buxhetin që është duke u debatuar në parlament dhe keni qëndrimet e saj lidhur me buxhetin, e cila flet në emër gjithë tonin, ashtu si çdo deputet kur del dhe mba një preskonferencë apo një paraqitje në foltor, ato janë qëndrimet të grupit parlamentar dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim. Zoti Bexheti, Aleanca Kombëtare për Integrim ndodhet në një moment të pafavorshëm politik, sidomos pas daljes së fundit të Zotit Sela nga ky koalicion. Edhe pse kjo dalje dhe ky largim i Zotit Sela ngjan që është bërë krejtësisht në mënyrë patësore dhe me marrëveshje dhe me informim në kohë ndaj juve pra BDI-s. Tani në këtë momentum politik që jeni, Aleanca Kombëtare për Integrim ka 4 deputet më pak. Do të vazhdoje AKI-ja apo do të vazhdoni me BDI? Aleanca Kombëtare për Integrim ishte koalicion për zgjedhjet lokale. Për ne, si Bashkim Demokratik për Integrim, zgjedhjet lokale nuk kanë përfundu pasi që përsëriten në 4 komuna, ku fatkeqësisht nga skenarat e aparatit shtetëror dhe partive politike që përbëjnë shumicën parlamentare, nuk erdhi deri tek zgjedhja e kryetarëve të komunave. Dhe rast që është për të habit, dhe është që duhet të shqyrtohet edhe në debate televizive dhe gjithkund, në një komunë caktuar ke situatë ku ushtrues detyre e cakton qeveria, kryetarin aktual, kurse në Gostivar dhe vrapçisht i ndron emrat. Po, në Gostivar madje është fenomen në vete, sepse edhe kryetari aktual ka qenë ushtrues detyre, zoti Limani. Kjo shihet se kjo qeveri e vazhdon qasjen e vetë të instalimit të kukullave. Edhe në për komuna, ashtu si që ka instalu kukulla shqiptare në institucionet qendrore. Dhe është vendim autonom, legjitim, i Aleancës për Shqiptarët të udhëhequr nga zoti Zia Sela, që në këtë situatë kanë vlerësu se ka përfundu zgjedhjet. Po për ne, si Bashkim Demokratik për Integrim, nuk kanë përfundu zgjedhjet, pasi që në kontinuitet, që nga themelimi i Bashkimit Demokratik për Integrim nga vitit 2002 deri më sot, zoti Ahmeti njihet si njeri që fjalën e dhon dhe e respekton. Dhe kështu që ne presim të përfundon procesi zgjedhor për në këto komuna dhe atëherë llogaritët i përfundum si proces zgjedhor në zgjedhjet lokale dhe normalisht e ritheksoj edhe një herë, ky koalicion ka qenë për zgjedhjet lokale. Dhe çka si më tutje është krejt një situatë tjetër dhe është në vlerësimin e çdo subjekti politik që përbën Aleancën Kombëtare për Integrim. Kështu që nuk shoh diçka të jashtëzakonshme, ata në prononcimin e tyre, në deklaratën e tyre, theksuan se duan të krijojnë hapësirë për strukturat e veta, strukturimin e partisë dhe do veprojnë konform zërit qytetar, ashtu si që janë zgjedhur deputet. A e ka dëmtuar AKI-n kjo dalje, zoti Bexheti? Jo. Nuk vërejet as pak mungesa Mendoni në parlament apo në diçka tjetër? Edhe në parlament, edhe në Unë edhe në preskonferencë që ju e thash, pasi që kom qenë edhe koordinator në atë periudhë, ne kemi pas komunikim dhe bashkëpunim të shkëlqyshëm, bile dhe nuk kemi pas ndasi se cili deputet i cilës parti është vendim i strukturave të partisë të tyre që atë autonomi partijake ta kërkojnë vetë duke vepruar si deputet të opozitës kuadër të parlamentit të shtetit tonë, të Maqedonisë. Nuk shon në një dobësim të pozicione, pasi që çdo koalicion përbëhet nga më tepër parti politike dhe se cila i bje vendimet e veta, a do jetë pjesë ati koalicioni apo jo, dhe se si do të reflektohet tek qytetarët e vendit
Gjithkush Pra, me fjalë të tjera, zoti Bexheti, BDI në zgjedhjet e 11 janarit në Gocivar dhe Vrapqish do të mbështet kandidatët nga Aleanca për shqiptarët e zotit Aravarit, konkretisht zoti Limanin dhe zoti Shabani. Ne do të mbështesim kandidatët e Aleancës Kombëtare për Integrim që ishin kandidat në zgjedhjet e fundit të zgjedhjeve lokale. Dhe duam të jemi konsekuent, parimor deri. E keni diskutuar edhe këtë çështje me zoti Selën? Zoti Sela, para se dalë prej AKI-s, ka diskutuar se mund të nxjerrë kandidat të vetëm në këto dy komuna? Tash nuk është në natyrën time të komentoj se çka ka debatuar zoti Sela dhe zoti. Jo, në raport me partneritetin e Aleancës Kombëtare për Integrim, zoti Bexheti, sepse takimi i zotit Sela me zotin Ahmeti është takim që unë e çmoj, e respektoj dhe nuk do kisha dash të jap interpretimin tim mbi atë takim. Unë thirrëm në atë që ka qenë deklaratë zyrtare e tyre, pasi që është normale, zoti Ahmeti na informon që t'jemi në rjedha, se a i folën në emër të partisë, t'jemi tash edhe zoti Sela bashkëpunëtor vetë, por ne nuk kemi në një atërbetje as në aspekt kolegial mes deputetëve, kështu me radhë, kështu që ka qenë takim ndërmjet tyre dhe ata vazhdojnë në atë që e deklaruan edhe publikisht. Dakor. Zoti Bexheti, po e rikthejmë diskutimin sërish tek reformat për brenda BDI-s dhe tek emrat dhe freskimet e reja. Natyrisht që po. Po, dhe tek emrat dhe freskimet e reja që priten të bëhen më datën 20 dhjetor kur do të mbahet kongresi i partisë tuaj. Në mesin e emrave të rinj që pritet të aderojnë në partinë tuaj ose të bashkangjiten, mes tjerash është lakuar edhe emri i zotit Krenar Lloga. Ka diçka të vërtetë këtu, zoti Bexheti? Shif, unë tash ju kuptoj juve si medium, si gazetar, që doni ekskluzivitete, por me gjithate, në këte situatë, duhet të më kuptoni në aspekt parimor. Kjo kresi nuk zgjedh kresin e radhës. I mandatum është zoti Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pas kongresit dhe pas zgjedhjes së Këshillit të Përgjithshëm, përbërjes së re të Këshillit të Përgjithshëm, është propozues i kryesisë së re, duke parapati nën kryetar, sekretar general, organizativ, për mundësit barabarta, apo nëse të kemi ndryshime shtesë sekretar, që do i përgjigjen nevojave të kohës e kështu me radhë, atë t'jalëm kohës si pas ndryshimeve statutare që mund ndodhin, kështu që për hir të opinionit. Dakord, atëherë kështu, zoti Bexheti, për mos të paragjikuar pyetjes se po bëhen për qëllimet tendencioze të për marrë ekskluzivitet. Kështu, ta bëjmë ndryshe atëherë, zoti Bexheti. A do të qenë për juve, si sekretar organizativ aktualisht i BDI-s dhe si një kontribues në këtë parti, a do të qenë e pranueshme figura e zotit Lloga në BDI? Unë kam konsiderat për zotin Lloga. Sepse njiheni dhe keni bashkëpunuar edhe në ekzekutiv. Kam konsiderat për zotin Lloga, si kuadër, si ish ministër i drejtësisë, të dy kemi pas fatin dhe përgjegjësinë të udhëheqim me njëjtin dikaster, duke ja njohur kapacitetet e tij, po më besoni që nuk kam ndonjë informacion të atill. Jo, nuk po kërkoj informacion në këtë moment, po kërkoj mendim tuajin që a do të kishte qenë zoti Lloga i pranueshëm në BDI për juve. Bashkimi Demokratik për Integrim është parti e hapur. Dhe po e ritheksoj edhe një herë, çdo kush që ka dëshirë të kontribon është i mirëseardhur. Çdo qytetar ka edhe obligim, ne gjithë kemi obligim të avancojmë bashkarisht çështjen tonë shqiptare. Gjithë kemi obligim. Jo vetëm anëtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Duke i bashkërenditur aktivitetet, ne arrim gjithmonë më të mirën për veten tonë, kur them për veten tonë si kom shqiptar, arrim më të mirën për shqiptarët. Dhe ju vlerësoni që kjo punë bëhet vetëm përmes BDI-s? Nuk është problemi a vlerësoj unë apo zvlerësoj unë. Faktet, nëse i flasim të arriturat kapitale, ndryshimet e mëdhaja kanë arrit që t'jenë me Bashkimin Demokratik për Integrim në kryer me zotin Ahmeti.
çdo kënd të pyesysh, edhe ata të moshës rinore që tash i kanë përmbush 18 vite, e kanë qartë se me paraqitjen skenë të zotit Ahmeti, fillimisht në uniform dhe pastaj në politik, kanë ndodhur ndryshimet rëndësore të mëdha për shqiptarët në aspekt pozitiv. Dhe të gjithë janë dëshmitar se pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, tendenca e regresit, tendenca e proceseve që të shkojnë pas pozicioneve që ishin të siguruara, është shumë evidente. Kështu që jo vetëm zoti Lloga dhe gjithkush që vlerëson, ne gjithë individualisht kemi obligim që të kontribuojmë për çështjen tonë. Deri në këtë momente me gjas janë përmendur edhe emra të tjerë, po reformat kryesore do të bëhen duke sjellë figura që janë për brenda BDI-s apo për jashtë, zoti Bexheti? Tash është e vërtet që ka shumë interesim që të kyçen dhe kjo është e mira e kësaj situate. Unë e shoh këtë në dy aspekte, apo në më tepër se sa dy aspekte. Një, që këtë që e theksuam pak më parë, se i vetmi subjekt politik, pa meritën, kontributin e çdo subjekti politik në periudhat ndryshme që ka dhënë, që ka pru ndryshime rrënjësore, radikale në aspekt pozitiv të mëdha për shqiptarët, është Bashkimi Demokratik për Integrim dhe është për ta përshëndet që edhe në prag të këtij kongresi ka interesim edhe nga brenda, edhe nga jashtë që të japin kontributin e vet në strukturat tona partijake që të vazhdohet të jepet kontributi dhe të avansohet drejt çështjes tonë shqiptare, shtetërore, ekonomike, kështu me radhë. Zotë që ne kemi temat të ndryshme që mund t'i flasim. Po, patjetër. Edhe sonte, qoftë integrimet, qoftë gjendjet ekonomike të shtetit, kulturore, sportive, kështu me radhë. Po, gjithsesi. Zoti Bexheti, ju latë komunën e Sarajit për të bërë deputet. A jeni penduar për këtë vendim dhe në këtë drejtim, nëse do të kishit të rikandiduar ju, probabiliteti fitores a do të ishte më i lartë? Tash nuk duhet përgjigjem në pyetje hipotetike. Unë 3 herë qytetarët e Sarajit më kanë dhënë mbështetjen, 3 herë jam kandidu që të 3 herët kam fitu numër të konsiderueshëm të votave dhe jam shumë mirënjohës, shumë falenderues edhe strukturave partijake, por në veçanti edhe qytetarëve. Kështu që për mua është një kapitull i mbyllur realisht çështja në komunën e Sarajit, pasi që kom vlerësu se duhet vinë, edhe ati kom vlerësu se duhet vinë njerëz tjerë, me energji të re, me që të ketë zhvillim sa më të madh, pasi që aty unë kam lind dhe jetoj, dhe normalisht që du një Saraj të zhvilluar. Tash në çështjen tjetër hipotetike, nuk do kisha dashur të përgjigjem, po një e di se gjithmonë çdo herë kur kam qenë kandidat, kam pas mbështetje jashtëzakonisht të madhe, për cilën jam thellësisht mirënjohës ndaj qytetarëve të komunës Sarajit, që pavarësisht për kryetar komune apo për deputet, unë nuk di në asnjë garë që të kem më pak vota. Gjithmonë kam pas shumë më tepër vota se sa oponentët. Me që veç po flasim për zgjedhjet lokale, pasardhësi juaj në krye të komunës së Sarajit, zoti Ilyas Veseli, është dukur më së shumti në fushat afër kandidatit pra zoti Blerant Ramadanit. Zoti Bexheti, a e dhatë kontributin e mjaftueshëm e të nevojshëm ju që zoti Ramadani ta arrinte atë fitore, cilën nuk e arriti në fakt? Fitus moralun, mendoj, konsideroj se është zoti Ramadani i zgjedhjeve. Atë që e thash, por fitus efektiv është zoti Elmazi. Numrat këtë e flasin. Nëse e merrni për Këshillin Komunal, udhëheq Aleanca Kombëtare për Integrim, aparati shtetëror e bëri vetëm. Asfaltim rrugëve, bekatonizim, ditën e shtunë në Rashqe, çka kërkon kryeministri Kristian Mickovski? Një ditë para zgjedhjeve. Po, në heshtje zgjedhore. Sipas jush? Presion. Forcat policore nën pretekstin e kontrollit të situatës nuk lanë në aktivistë të Aleancës Kombëtare pa me ndalu se
nga thojza duan të blejnë vota. A kur kretë opinioni e shite se kush operon me shtrumjet rrugëve kështu me radhë, më një debat edhe e kom thënë, ja edhe këtu dhe e përsëris. Prej nga burojnë ato të holla. Sigurisht që nga bota e krimit. Tasha nga bota sërbe, nga bota e krimit, atë më mirë dhe më saktë din i kene për jetët sociale, pa projekt, pa mbikëqyrje, pa burim finansash, prej nga finansohet asfaltohen rrugë, paraqiteshin ministra, zëvendës ministra, kandidat për kryetar komune kështu me radhë, edhe a mund të titullosh zgjedhje këta. Kështu që Ilyas Veseli ka qenë bardhës i listës, është sigurisht që u ka desh tjetë në kratë të Zotit Ramadani dhe gjithë në tjerët, kemi qenë në mbështetje të kandidaturës së tij dhe arritëm një numër jashtëzakonisht të mirë të votave. Në tërë shtetin ka pasur rënje të përqindjes së daljeve në zgjedhje, në Saraj, si rezultat i këtyre vizitave, ka pas rritje. Dalja më shumë, po. Në fakt, ka pasur, pas zgjedhjeve, ka pasur edhe pretendime që Zoti Ramadani është sabotuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Saraj. Sa qëndrojnë këto, Zoti Bexheti? Numrat flasin kretë të kundërta. Në Saraj, asë njerës ka pas mbi 18.000 votues që kanë dalë të votojnë në zgjedhje. Kësaj radhe i ke 19.000 votues e tepër. Dhe kjo është bërë në përbjet joshjes, presioneve, kështu me radhë, kështu që 9.000 sa vota për kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim, Zotin Bleran Ramadani. Dhe nësi i shihni numrat e VMRO DPMN-s për këshillin e tyre komunal dhe të qytetit, e shihni se përcaktues i fitores, pavarësisht kësaj pjesës tjetër që e diskutova, është ndërhyrja e inxhinjeringut që ndodhi si në tërë shtetin ashtu edhe në Saraj dhe efektoi me fitoren e Zotit Elmazi. Vetë këshilltar në komunën e Sarajt ka Aleanca Kombëtare për Integrim, dërsa Nanti ka Bleni. Dhe ka flet për situatën e që ju vlerësoni se jeni fitues, Zoti Bexheti. Votat këte e thonë. Dakord. Ne përmendëm pak më herët që tani për tani Aleanca Kombëtare për Integrim ka 4 deputet më pak. Në të njëjtën kohë Zoti Fetaj, pra zëvendës kryeministri Arben Fetaj, ka paralajmëruar që grupi parlamentar i koalicionit Vlen është në negociata me deputet të opozitës. Sa janë kompakta deputet që janë anën tuaj dhe sipas tij pritet që grupi parlamentar të zgjerohet me numrin e deputetëve. Tash, a do të zgjerohet, apo nuk do të zgjerohet, kjo është këtë qeveri e ndjek kompleksi i mospasjes së legitimitetit etnik. Dhe këta zotërit e Vlenit të vetëdijshëm se ju ka mungu që në fillim legitimiteti etnik, me vetëdije u shëndrun në shërbëtor të VMRO DPMN-s, dhe në kontinuitet keni deklaratat të çdo zyrtarit të Vlenit, një vjet e gjysmë për 2 janë duke terrorizu opinionin ki do kalon tek ne, ai do kalon tek ne, edhe kjo çështja Arben Fetajit besoj se është si ajo kanga herketejte heratejte. E filloi Izzet Mexhiti, e vazhdoi Bilal Kasami, e vazhdoi Zeqiria Ibrahimi, e vazhdon tjetri, e vazhdon tani Arben Fetaj, po kjo është një çështje e inferioritetit, e kompleksit të tyre, pasi që besoj se në vetë në brendin e tyre, ata turpnohen që kanë pas mungesë të legitimitetit etnik në zgjedhjet e fundit parlamentare. Edhe pas këtij rezultati, Zoti Bexheti mendon që akoma janë inferior pas këtij rezultati të zgjedhjeve lokale? Po. Ata kanë diku 23.000 vota, më pak vota për këshill, pavarësisht që i ka mbështet VMRO DPMN, po edhe një parti tjetër opozitare maqedone në komunat caktuara që të efektojnë fitoren për kandidatët për kryetar të komunave. Po informacionet tona flasin edhe më shumë, shkon mandej që janë të dokumentume, po s'kemi lodhë opinionin, ku ata kanë marrë vota për këshillin komunal nga partneri i tyre, vetëm që VMRO t'i mban ata që mos bien aq poshtë. Ka nevojë VMRO për Vlenin akoma?
më shërbys për qëllimet e tyre se sa vlenin, besoj si do t'a gjenë. Tani, zoti Bexheti zgjedhjet lokale përfunduan dhe me njerë procesi i radhës është formimi i Këshillit Komunal, zgjedhja e kryetarit të Këshillit. Rastin e Butelit, besoj që me që jeni nga kjo zonë njeni bukur qartë edhe mirë këtë situatë atje, ku ka ndodhur një bashkëpunim ndërmjet VMRO, DPMN-s, LSDM-s dhe të majtës për ta zgjedhur kryetarin e Këshillit. Si e komentoni këtë situatë atje? Mirë është t'i pyesni këta zotnit e Vlenit. Ne kemi paralajmëruar në kontinuitet për këtë kohë, për këto zhvillime që po ndodhin. Mirë është t'i pyesni ata që e votuan kandidatin e VMRO DPMN-s dhe nuk votuan kandidatin e vetëm shqiptar në Butel. Dhe e gjithë tendenca shkot në drejtim sikur shqiptarët që kanë të pakënaqur nga organizimi i tyre politik dhe votojnë kandidat maqedon. Po, këtë e thanë edhe vetë qytetarët në disa anketa, u përgjigjen që... Jo. Po, saksisht nga fshati Lëboten, zoti Bexheti, kështu janë përgjigje qytetarët se kanë qenë të pakënaqur nga ju. Janë të instruar, pasi që njihen banorët me zveti. Ju mbase mund t'i njihni në edhe banorët me zveti njihen në Lëboten, mbështetës të ku janë dhe kush i dirigjon e kështu me radhë që dalin të flasë. E kom parashtru edhe tek kolegët e betiumeve tjera, ja edhe me ju dhe ndaj. Pse Maqedon nuk votojnë ku janë shumicë, në një komunë caktuar, nuk votojnë një kandidat shqiptar që janë pakic në atë komunë. Dhe pse ndodh... Këtë shqetësim e ka shprehur edhe zoti Suat Shaqiri, kryetari aktuali i komunës së Çarkut, i cili... Dhe pse ndodh që në komunat caktuar ku shumicë janë shqiptarët, ata të votojnë për kandidat Maqedon. Ja, kjo është një porosi që të zhduket organizimi politik i shqiptarëve dhe fatkeqësisht shërbëtor, argati, kësaj të keqe, është Vleni. Pse humbi në Bërvenic, në Kërçov apo në ndonjë komunë tjetër? Pse në Butel dhe Jegunovc nuk do dhe kundërta? Andaj ne themi që pavarësisht që mundohen të bëjnë veprime të sofistikuara, të kamuflojnë e kështu me radhë, megjithatë, gjendja faktike, gjendja reale është krejt ndryshe dhe prandaj shqyrtohen gjitha këto tema që ju paraprakisht mi parashtruat si pyetje, që normalisht ju interesojnë juve dhe opinionit, se çka diskutohet në kongresin në mbledhjet e Bashkimit Demokratik për Integrim për kongresin e radhës. Pasi që ngren kurreshtjen, ngren kuriozitetin dhe gjithat priturat, jemi të vetëdijshëm se priturat kryesore janë prej nesh, pasi që ne kemi pas mbështetjen më të madhe, ne kemi qenë fituesit e zgjedhjeve dhe me të drejtë shqiptarët orientimin dhe të priturat i kanë se çka do të buron nga i kongres. Dhe me shumë të drejtë, pasi që vërejnë, shohin se çka po ndodh me statusin juridik, politik, ekonomik e kështu me radhë të shqiptarëve në shtet. Mirë po, me gjithatë, nga pala tjetër, zoti Bexheti, koalicioni Vlen deklarojnë që me 10 komuna të fituara në këto zgjedhje lokale, ata e vullosin legitimitetin për të vazhduar edhe qeverisjen në pushtetin qendror. Ata hiç më shumë e hiç më pak e vullosin Hizbaqarllëkun dhe VMRO DPMN-s. Dhe për këtë jam i sigurt që edhe votuesit e tyre janë të vetëdijshëm se ashtu po ndodh. Tjetër çështja është nëse shfrytëzojnë situatën ekonomike në shtet, të kushtëzimeve, të paralajmërimeve, që tash nuk du të lishoj debatin edhe shumë poshtë, dhe nëse i merrni eksponentët apo udhëheqësit e Vlenit, mund vish me një situatë ku ta titullojsh nga një fjalë popullore, thot çka është mbarja për rezilin. Merrni, deklaroni, njerë thoshin dhe e kemi ministrin e punëve të brendshme. E kanë? Me siguri e kanë, Pan Qetoshkovski është i Vlenit atëherë. Paralajmëruan sa drejt... Atë mbase kishin strategji fushate. Aha, ajo është strategji fushate. Mbase e kishin, jo, nuk po themi në që kishin. Fjale dhënë publike që ka strategji fushate. Po politikant duhet matën për fjallën e dhënë publike programore. Kështu ka deklaruar o zoti Azizi disa herë që kanë eksperimentuar. Po, zoti Azizi paralajmëroi që do digjet një xhami në Kodër të Diellit, u doq. Edhe kjo pas ka qenë strategji fushate.
Ku e ka mësu këtë strategji fushataj në Beograd e ka mësu? Se e preferon Beogradin a i shumë. Nuk e dim, zoti Begjeti, për këtë çështje. Ja unë them. Ne nuk jemi Ja unë ja them. kompetent, po. Po ju s'jeni, unë jam person publik i zgjedhur prej popullit dhe kam për obligim të flas me popullin hapur. Përveç që është nostalgjike dhe e preferon. Po mos ndalemi tek që ka strategji fushate zoti Begjeti. ti gënjesh qytetarët e Shkupit se jo zgjedhje lokale se kaq ndërmarrje do i kem ku i kanë. Që ka strategji fushate se nuk do nxjerrim asnjë shqiptar prej pune 5-600 për një ditë. Edhe çfarë do të bëjnë? Të arsyetohen se shqiptarët nuk shkojnë punë. Domethënë shqiptarët vjedhin buxhetin e shtetit. Dakor, zoti Begjeti, atëherë në këtë situatë, edhe ju paralajmëruat se do të ndodhë referendumi. Po. A ndodhe, a është ky referendum, zoti Begjeti? Po ndodhe. Ku 10 komuna janë në anën e koalicionit Vlen? 10 komuna? Po. Mos janë të fituara nga VMRO apo më Kristian Mickovski dhe aparati shtetëror. Këtë çështje ju vetë se e diskutuat, treguat për situatat cilat... Ne mund të themi çka do. Jo, e kam fjalën sepse edhe ju në fushat shkuat me sloganin e referendumit. Mirë po, nuk e dim tani nëse ky është referendumi cilin e keni paralajmëruar. Ne jemi fitus në rrafsh nacional. Referendum fitohet edhe me 1 votë shtesë. Ka përqindje referendumi. 50% llogaritët i suksesshëm nga ata kaç. I fitum zgjedhet në vota partijake. Po, 20 vota jeni në e përsi, 23.000, po. Mos janë pak 23.000 shqiptarë të votojnë më shumë. Jo, as pak, si cila vote ka rëndësi dhe peshën e saj. Është referendum kjo. Ata nuk lejoj aparati i shtetit që të efektuohet kjo votë edhe në përzgjedhjen e kryetarit komunës. Ju më bët pak paraprakisht pyetje edhe për Cezusin, Gostivar, Vrapçisht edhe disa komuna tjera. Po. Për dhe ati aparati i shtetit nuk e lejoj që të zgjidhet. Tash, hajtë mere, Vleni pas ka potencial të fiton 10 komuna, ama në Vrapçisht 400 vota, veç t'i këtë që mos këtë cenzus, apo? Jo, për këtë i kemi pyetur që kanë gjasuar edhe analistët e kanë thënë që është një bojkot i mobilizuar për mos u arritur cenzusi, sepse për këtë i kemi pyetur edhe eksponentët e Vlenit se sa peshojnë në këto 2 komuna. Edhe ata thonë që arsyetimi i tyre, po megjithatë për mos humbur kohë, arsyetimi i tyre është se kanë qenë të dëshpëruar nga pushteti aktual në ato 2 komuna, prandaj nuk kanë pasur vullnet për dalë për të votuar. Zotni, ata 2 vite po i bëjnë që qeverisin. 2 vite ata dalin flasin çdo ditë për dështimet e veta duke u thirrë në alibi se nga pushteti i kaluam. 2 vite ata menaxhojnë me buxhetin e shtetit. 2 vite ata udhëheqin institucionet. 2 vite nuk ka asnjë progres në asnjë lëmi. 2 vite është fol për shkurtimin, për cënimin e ligjit për gjuhën shqipe, në gjykatën kushtetuese. 2 vite është u fol për një ligj që nuk është askund akoma dhe është shumë diskutabil si do tjetë. Për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. 2 vite kishtet po funksionon pa balanser, pa balansus, sistem balansus se sa shqiptar, sa turq, sa bosnjak, sa maqedon punësohen. 2 vite po funksionohet në aspekt të numrave me kuadrot e emërum shumë më pak shqiptar. 2 vite nuk ka asnjë lëvizje në procesin integrus. Shto këtu në fond edhe 2 vite BDI në opozit. Zoti Begjeti, a është më e vështirë të organizohen zgjedhjet nga pozicioni të qenurit në opozit? Nuk është më e vështirë, pasi që ne gjithmonë kemi qenë në aleancë me qytetarët, në aleancë me shqiptarët. Aleatët tonë kryesor në zgjedhje janë shqiptarët. Aleatët tonë kryesor në zgjedhje janë votuesit. Prandaj për ne nuk ka qenë as pak shqetësim dhe u dëshmu që edhe prej pozicionit në opozit ne 23.000 vota, 23.000 shqiptarë më shumë në votuan edhe në këto zgjedhje. Kështu që kjo është edhe një dëshmi e qartë. Tjetër çështje është që në shumë sfera, kjo shumicë parlamentare, kjo qeverisje dhe ky kryeministër për është qetë drejt një menaxhimit situatës me ngjajshmëri apo me tendenca drejt një regjimi diktatorial. Mund duket fjalë vrasht, po për cilën jam i gatshëm
në një emision të veçantë një orë, nëse doni me ja u përkushtu, t'i argumentojmë edhe në aspekt juridik, po edhe në aspekt të krahasimit të praktikave tjera, që këtu ka një tendencë të mbulimit të dështimeve të veta 2 vjeçare, duke u thirrë se shqiptarët nuk shkojnë punë, se shqiptarët keq përdorin, se shqiptarët këte. Dhe fatkeqësisht kretë këte në kontinuitet e mundson nëpërmjet një subjekti të ashtu quajtur vlen. Zoti Bexheti, jemi në muajin nëntor dhe është nëntori i dytë që po e presni ju si BDI nga të qenurit në opozitë. Është atmosfera festive ngjashme si në kohën tuaj? Nëse e analizojmë vitin e kaluar, pat një fest nga rinia shqiptare më shumë në shenjë proteste dhe qasjes së kësaj qeverie. Tash fatmirësisht pam do pamje shumë të bukura, shumë të mira, shumë emocionuese nga ambasada shqiptare, ku nxënësit e një shkolle në Butel na pritën me veshje kombëtare, me flamuj, ata voglushe na pritën, pasi që nga ky pushtet nuk ju mundsua që të festojnë. Ishin nga komuna e Butelit. Nga komuna e Butelit, nuk ju mundësuar nga ky pushtet që të festojnë në shkollën e tyre, dhe besoj që kjo është më se e mjaftueshme se cila është situata festive për këtë 28 nëntor. Po megjithatë, për shqiptarët nëntori, festat e nëntorit janë jo vetëm moment që kthehen nga historia e tyre, jo vetëm ditë që kthehen nga kaluara e tyre, është moment që me shumë krenari, janë ditë, është muaji i nëntorit, që me shumë krenari dhe dignitet gjenë për kushtimin, forcën duke festu edhe për ndërtimin e një të ardhme sa më të mirë të shqiptarëve dhe çdo shqiptari që jeton në këtë shtet. Me siguri edhe ju ngjajshëm sikurse ne i keni parë fotografitë dhe pamjet e festës 22 nëntorit nga Manastiri, ku prezent ishte edhe kryeministri i Kosovës. Në këtë ngjarje a ka pasur ftesë zyrtare për partinë tuaj, për eksponent të partisë tuaj, për liderin e partisë tuaj? E ishtë më shumë një manifestim partjak që ta mbulojnë kretë këtë që ndodhi me zgjedhje, gjëja se ka një mbështetje institucionale nga Kosova, që edhe ajo është një çështje shumë diskutabile. A u ndjet të përjashtuar, zoti Bexheti, që nuk ishit ju aty prezent? Jo ju si individ, po flasën përfaqësues apo eksponent nga kampi opozitar shqiptar. Festën e 22 nëntorit, çdo shqiptar 28 nëntorit, pasi që data 28 nëntor lidhet edhe me ditëlindjen e komandantit legjendar të ÇK-s Adem Jasharit, flamurit e kështu me radhë, edhe 22 nëntorit alfabetit, askush, edhe unë po të kisha qenë organizator, nuk do mund as juve dhe as një shqiptarit t'ja parandalojsh apo t'ja ndalojsh se si e ndjen dhe si e feston. Kështu që ajo flet për caktimin e tyre që mos jenë gjithë përfshirës, pasi që ata institucione janë të gjithë qytetarëve, në këtë rast të gjithë shqiptarëve, po ajo është çështje që edhe nuk është prit më mirë për tyre. Nuk është prit. Si keni vepruar ju, zoti Bexheti, kur ka organizuar festat të tilla, manifestimet të tilla BDI? A ka pas qasje përfshirëse edhe ndaj opozitës shqiptare, apo keni pritur që të bashkohet opozita e pasaj të ftoni bashkë? Qasja jonë ka qenë më ndryshë, domethënë kanë qenë ftuar edhe sektori civil, edhe opozita, po edhe personalitete shtetërore. Në aktivitetet të ndryshme kanë qenë edhe president shtetit, edhe kryeministër shtetit, në respekt ndaj. Ju jeni dëshmitar se në ditën e alfabetit, kryeministri i këtij vendi nuk tha alfabetin e popullit shqiptar. Në Albaskata Zajednica, e cila është nivel më i ulët se sa i kombit shqiptar, popullit shqiptar. Kështu që nëse kjo është ndonjë merit e vlenit, atëherë falënderit, nuk pajtohemi dhe nuk mund të jemi prezent ku ata në ulin nivelin që në start. Nuk mund të jemi, besoj që çdo kush që e kanë dëgjuar dhe që nëse nuk e kanë dëgjuar, le ta rikthen edhe një herë dhe le ta ndëgjojnë.
Vlerësoni së është qasje nënshmuese dhe zvogluese ndaj. Edhe nënshmuese edhe zvogluese. Edhe nënshmuese edhe zvogluese. Mirë po edhe përkundër krejt kësaj situate dhe gjithë këtij realiteti që po e shpërfaqni zoti Bexheti, ish bashkëpunëtori juaj në AKI, zoti Mendothaçi, ka shpërfaqur në publik, ka shpërthyer me deklarata të cilat mbas edhe i keni dëgjuar edhe ju që BDI kanë qenë të interesuar vazhdimisht të bëhen pjesë e kësaj qeverie për të bashkëpunuar me këtë kryeministër. Madje ju ka apostrofuar edhe së fundmit që ju ka stërnip juve konkretisht. Po jemi në lidhjet largët familjare, është e vërtet ajo që jemi në lidhjet largët familjare, po çështja e familjes është pjesë... Çështja në familje, po, sigurisht, në aktivitetin publik. Unë politikisht me atës kam qenë edhe në vitin 2006-2008, kur edhe ai u bë pjesë e pushtetit dhe psoj politikisht shumë keq pa legitimitet etnik. Kështu që është diçka tjetër çështjet e lidhjeve farefisnore dhe politike. BDI, po të prononcojeshte se nuk është e interesuar të jetë pjesë e pushtetit, pas fitimit zgjedhjeve në kuadër të frontit evropian, do ishte naivitet dhe vetvrasje politike. Ne kemi detyrim dhe obligim që votën e efektuar ta valorizojmë me një marrëveshje politike cila do të përfaqëson atë zonë të shqiptarëve. Partitë politike shqiptare patën të nënshkruar se nuk bën pjesë e qeverisë pa procesin eurointegrues. 6 mujore në parë. Jo, fillimisht ka qenë hiç. Hiç, po. Pastaj këta që e kanë strategji, se këta rrenën e titullojnë strategji këta të vlenit. Jenë të modifikuar në fjalorin e tyre, gënjeshtrën, e titullojnë strategji, pastaj thanë 6 muj. Sa muj janë? Ju e përmendat që afër 2 vite, po. E përmenda, nuk përmenda unë. Jo, kjo është realiteti, po. Faktet flasin të atilla. Cila është perspektiva e këtij shteti, e qytetarëve, po edhe e shqiptarëve? Republika e Shqipërisë vitin 2027 do i mbyll gjithë kapitujt. Si rezultat i mos procesit integrues, edhe ju edhe gjithë kush, çdo qytetar i këtij vendit, ju e përmendat presin e fundit për rrogën minimale. Ne jemi shteti me rrogë më të ulët minimale dhe mesatare në region. Dhe kjo është dhurat nga kjo qeveri, që ka bloku procesin integrues, nuk ka zhvillim ekonomik dhe bën zhvatjen e tyre grupore të vëmëros dhe të vlenit, dhe askush tjetër. Si pas jush, duhet vi BDI në pushtet për të vendosën binar funksionimi? Si pas nesh, duhet vi në pushtet ai që ka verdiktin e shumicës së shqiptarëve. Në atë rast, nëse e kemi ne, duhet jemi ne. Nëse e ka ASH-ja, duhet jetë ASH-ja. Nëse e ka vleni, duhet jetë vleni. Po, kështu do të ishte... Këtë duhet të përcaktojnë shqiptarët, jo ne, kam themi. Se atër ne do të bëheshim të ngjajshëm, sikur këta të vlenit. Po, zoti Bexheti, megjithatë në fillim mbase e përmendëm vitin 2016 kur BDI ka pasur vetëm 80.000 vota dhe atëherë kanë qenë pjesëtar në pushtet dhe në qeverisje që në anën tjetër ka pasur shumë vota që kanë qenë në opozit. Në kampin shqiptar, fitues edhe atëherë ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe atëherë si sot? Po. Edhe atëherë ka qenë fitues Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe u bë pjesë e qeverisë, plus edhe një parti politike shqiptare me 2 apo 3 mandate, nuk di sa ishte në atë kohë, u bë pjesë e shumicës parlamentare. Po atëherë nëse nuk ka bëj, s'di cilin vit, atëherë jo, 4 vite më vonë, këta besës kanë qenë në koalicionin Mozheme. Po, në vitin 2020 kanë qenë. Mozheme. Po, në koalicion parazgjedhor për herë të parë një parti shqiptare me një parti maqedonase. A ishtë si Hariqi i shekullit. Dakor. Por mos të kthye shumë në kohë, zoti Bexheti ju vazhdimisht si parti politike që kur keni dalë në opozit, mbasi është e drejtë e legjitime kjo e një parti opozitare, keni paralemruar për zgjedhjet të parakohshme. Ngjajshëm sikurse përmendet etapat kohore të koalicionit vlen që ka paralemruar për ndryshimet kushtetuese, edhe BDI ngjajshëm me të njëjtën avaz ka paralemruar që zgjedhjet parakohshme do të ketë
me njerë pas 3 muajve, pas 6 muajve, pas një viti, pas zgjedhjeve lokale. Zgjedhjet lokale përfunduar, nuk po flitet zoti Bexheti për zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Kërkoj falje që të ndërhyj në konstatimin e juaj. Jo, është pyetje. Në pyetjen e juaj, por ne nuk jemi të ngjajshëm si Vleni. Ne kemi kërkuar zgjedhje, nuk kemi paralajmëruar. Dhe vazhdojmë të kërkojmë zgjedhjet parakohshme, pasi që sepse kërkesë nuk është kur thoni do të ketë zgjedhje parlamentare. Kërkesë është që ju të kërkoni nga... Tash është çështje terminologjie se si nga këndvështrimi juaj edhe nga joni. Ne është shumë legjitime që bëjmë presion që të ketë zgjedhjet parakohshme parlamentare, sa atë ndjejmë si detyrim ndaj shumicës shqiptarëve që na kanë votuar. Dhe thash paraprakisht ajo çështje e inferioritetit dhe kompleksit, po i ndjek edhe sot e kësaj dite duke kërku deputet të ndryshëm që të bëhen pjesë e shumicës re parlamentare dhe pa talljen e fundit të kryeministrit Mickovski me Arben Fetojnë kur thotë se Vleni duhet të ketë edhe një resor tepër, se kështu në elaborimin. Ndodhi e tillë, jo. Jo, nuk ndodhi, kryeministri vazhdimisht edhe këtë ka në strategji, sigurisht, që të blejnë kopak. Zgjedhjet parakohshme janë e vetmja rrugë për kthimin e legjitimitetit, për zhbllokimin e proceseve integruese dhe për vazhdimin e progresit ekonomik që është shumë i nevojshëm për gjithë qytetarët. Jo vetëm për shqiptarët, po edhe për etnitetet tjera, por ne si reprezent të shqiptarëve kemi për detyrim edhe ta theksojmë këtë, pasi që nga rroga minimale, nga tjetra, do të përfitojnë gjithë qytetarët, por ne i konstatojmë këtë gjëra dhe themi se e vetmja rrugë e orientimit tonë strategjik buron nga zgjedhjet parakohshme parlamentare, pasi që jemi dëshmitarë se në këtë mandat, jo që është dëmtu, tendencat janë më të mëdha se sa dëmtimi drejt rënimit të marrëveshjes Ohrid dhe frymës marrëveshjes Ohrid. Drejt rënimit të marrëveshjes për fqinësi të mirë. Ndër fqinësore që kemi me Bullgarinë e kështu me radhë. Dhe çka po ndodh një investim pjesën shqiptare? Kështu serios. Qoftë vetëdor apo i huaj, jo. Ka rritje të rrogave, ka përmirësim të standardit të qytetarëve, jo. Ka ambient më të mirë, jo. Ka pastërti më të mirë, jo. Çka ka më mirë që njerëzit jenë të kënaqur? Dhe normalisht që ne kemi detyrim që verdiktin e votës tande dhe çdo shqiptarit ta rikthejmë në vet. Pasi që pa të drejtë, Kristian Mickovski, nëpërmjet këtyre që e shërbejnë Vlenit, e ka uzurpuar votën të çdo shqiptari në shtet. Megjithatë, se vota e kujt është në anën e kujt nuk dihet, sepse është çështje vote, sepse u drejtuat me votës tënde zoti Bexheti, po. Vota jote është pavarësisht se ka ke votu. Po, dakord. Ti mund të kishe votu për BT-in. Jo, pa mos paragjikuar. Jo, nuk paragjikoj. Megjithatë është vota, se unë jo llogariti një ndër qytetarët shqiptarë. Dakor, po ashtu. Dhe nuk thash votës tënde si votues i BD-s. Dakord. Unë thëm votën e shqiptarëve. Qartë, vetëm për ta qartësuar që votojnë BD-in, Vlenin, Frontin Evropian, ato me plot të drejtë bazbindjeve të vetë, çka është bazbindjeve të vetë, është shumë legjitime. Vazhdojnë të ndjekin ata. Po, dakord, është shumë e qartë. Për them votës tonë në këtë rast bashkëbisedoj me ju. E kuptova plotësisht, po për ta qartësuar edhe për opinionin mos më keq kuptu. Zoti Bexheti aktualisht ju ndodhen në një momentum pak më të vështirë politik, sepse po bëni, mbase duhet bëni betejë të dy fisht, edhe me partin tuaj ku jeni kundrejt oponentëve tuaj, por edhe ju personalisti ish kryetari komunës së Sarajit. Fjala është për një kallëzim penal që është drejtuar kundër 8 personave, përfshirë edhe juve, për përfitime të kundërligjshme dhe për falsifikim. Si qëndron puna këtu zoti Bexheti? Po për me bë përfitim të kundërligjshëm, duhet të kisha dhënë si kryetar komune ndonjë subjekt juridik të holla. Ai subjekt juridik ka paguajt në komunë. Nuk ka paguajt komuna ndaj subjektit juridik. Kjo është një tendencë, them shumë hapur dhe shumë e porositur, e kërkuar, nga Izet Mexhiti deri tek Kristian Mickovski dhe porositës Kristian Mickovski. Dhe kështu që nuk më shqetëson as pak, pasi që gjithçka është ligjore,
gjithë shka është, kjo është tendencë për me njollos. Asë gjë tjetër. Apo presion për me hesht. Asë se kom nërmend me hesht, pas me njollos nuk arrin me njollos pasi që konsideroj se vitet që jam aktiv dhe i zgjedhur, qëndrimet e mia janë publike dhe mjojnë opinioni dhe qytetarët. Kështu që as pak nuk e ndjej veten në vështirësi, këta po abuzojnë, dhe ne këte kemi thënë në kontinuitet, edhe unë e kom thënë se i keq përdorin organet shtetërore, Kristian Mickovski keq përdori organet shtetërore, edhe diçka tjetër do e shtoj. Në përmjet Ministrit Punëve të Jashtme, ai denonconte se BDI ka bë grup, dhe në kryet ati grupi, unë jam për 10 zjarët në përshtet. Po, kishte edhe asi zëra ma heret. Dhe flasim shumë hapur, nuk është pronë private e askuj ky shtet. Mandatet, funksionet nuk janë përjetshme për askënd. Absolutisht. Dhe askush s'ka drejt që ti keq përdor organet shtetërore. Për diskreditim, apo për njollosje të Kështu që unë jam pozicion shumë komod, kom kalu periuda edhe më të vështira që i përmendet ju 2006-2008, ku presioni ka ditë jetë më i madh. Kështu që as pak nuk më tremin në orientimin tim, në atë që besoj që është vlerë pozitive për shqiptarët, në kontributin tim në kuadrët Bashkimit Demokratik për Integrim, kështu që edhe do i demaskojmë, po edhe besoj se d'ja vëndojnë gishtin kokës që bëjnë keqpërdorimin e organeve shtetërore. Zoti Bexheti, jemi krejt në fund, e për në fund kështu. Për BDI-n është më mirë një vlen i bashkuar apo i coptuar? Për organizimin politik të shqiptarëve, gjithmonë unifikimi është i dobishëm. Dhe kjo ishte edhe përcaktimi joni që u përcaktuam për një aleancë kombëtare për integrim. Sa më i rëndësishëm tjetë faktori politik shqiptar, që buron nga vota shqiptare, aq më të rëndësishëm dhe aq më të fuqishëm në veprim institucional do tjetë ai subjekt që i fiton zgjedhjet tek shqiptarët. Tek vleni, dua në aspekt parimor që të përgjigjem, varësisht ai që i ka kriju, kur do i unifikon? Kur që ka kriju, Zoti Bexheti? Po gjithë opinioni e shojnë që mentor i vlenit është Kristian Mickovski. Kështu që kur do a o lejon, edhe do unifikohen. Dakor, Zoti Bexheti, ne jemi krejt në fund dhe ju falenderojmë për këtë bashkëbisedim për kohën tuaj. Ne do të vazhdojmë të ndjekim edhe aktivitetet e partisë tuaj edhe gjithë partive tjera politike me atë se si po ecë faktorizimi politik i shqiptarëve në vend. Falënderit për ftesën, ishte kënaqësi që në mediumin e juajt bashkëbisedojmë dhe të ndajmë qëndrimet, opinionet e mia dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim për çështje të ndryshme që i tangon opinionin qytetarët në periudhën që është paranesh dhe zhvillimet që po ndodhin në shtet për këta 2 vite dhe periudhën që është paranesh. Ndërkaq, ju shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen dhe deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.